vdek të plaka, kjo muzika me heq trurin. E di se është kjo muzika, një të nxehur me këtë tak bën dashuri. Po tëri ndalo njerë se ke të rrugës. Po na zë, ndalo, bëj pak pushim. Po qa problemi ke me mua më vdek të plaka? Kjo mënyrë të ecuri, lëvizje më ka ngelur që kur kam qenë i vogël. Ma ka shkaktuar i ftoti më vdek të plaka. Nga të ftotët? Nga të ftotët. Po si ka mundësi ju në fshat e keni ftotë. Fshati mbahet për gjakun, për zjarin aty me drut, po ngrot. Po pse për zjarin bëni ju? Po ne për zjarin bëjmë. Bëjmë për teatër gjë, po nese. Nuk është aty problemi më vdek të plaka po të them. Po nga që kishte dhënë urdhër partia atere, të ruhen pyet të mos priten dru. Dhe pasaj të ruhet edhe kurenti të mos argjohet. Dhe ishim 15 fëmijë, ishim pak, me qa do ngrojeshim. Në rrif të babaj, sa mbaron të parin flonte të dytin edhe hopa, edhe këshu më ka ngelur që atere më vdek të plaka. Gjithë ditën dru. Po mirë, ditën një rritë, po natën si ngrojeshit? Natën ngrojeshim me mjetët tonë rrethanore me kaloriferin e trupit. Kalorifer trupit? Ja i ke parë shikoj spektatorë që gjithë duart këtu i mbajnë. Më vdek të plaka, shikoj. Ngrojë aty, kurse pastaj nga që ishim shumë, kishim vlanu shtarë shqyqyr që ngrojeshim dhe me gaz. Po, sa shumë keni qenë më tëri? 15 fëmijë. 15 fëmijë. Po që ne, e donë të babaj shumë nënën, me sa duket. Po, jo më vdek të plaka nga halli, nga të ftotit i bënë fëmijë, 15. Ashtu, e? Po, s'kishin qatë të bëni me qatë do ngrojshin edhe ngrojë babaj me maman. Po, kjo puna e të ngrohtit e përqafimeve vjen tamam edhe me festën që kemi, me natën e bardë, se për natën e bardë njerëzit japin përqafime, dhurojnë përqafime me rastin e natës bardë. E di e po jo? Po, nuk e di për të me rast fest edhe unë po të përqafoj ty, sepse aty për jashtë nuk u përqafuan. Përqafim. Më vdek të plaka, osa ngrotë se vdi që kam 2 orë që o thaba. Përqafim, quet përqafe. Përqafe, edhe unë të ka tha përqafe të belit. Mirë, më vdek të plaka pëse sa mirë që ishim mirë. Po, 10 sekonda zjatë. Vetëm me shkut bënë mirë, të gjithë zile qatë, pëse ka pa më vdek të plaka na o që turin, po lere. Na tuaj në një gjëllëri po qatë të më ka humbur plaku. Ka humbur plaku? Më ka humbur plaku, ka 5 ditë që nuk e gjejmë dot. është hera e 2 që na umbet. Njerë ka humbur kur kishim gjallë plakën që më vdek të plaka rahmet të ketë plaka shkret. Po lëre ma aty ku është tani rahat. Edhe vuante nga pagjumësia plaku ime dhe kishtë vatur dhe doktori kishtë edhe një ilaç ai një lëngë kështu që mpande në një pangur uj. Dhe një ditë që do shkonte për dru në dimër ftot fare, i thot plakës më vërnë që këspatën më njanë, më vërnë një pangur rakis të shtot se do iki për dru. E mirë, javuri plakë shkret, vajtja atje, kur të shikosh humbi plaku, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, alarm po të them, 15 fëmijë ishim ne, 10 fëmijë kishe xhaxhaj, dhe 10 qëni kishte 35 zagar. Më vdek të plaka po të them. Babaj me, xhaxhaj me qifte bam, kurse në mbrapa ham. Me zje gjetëm pas 4 ditësh rëz një lisi me sopat kështu e kishtë zënë gjumi. Kishtë nga truar panguri mamaja, në vënd tjepte trakis i dha ilaqin e gjumit. Për 2 vjetë zgjoj. Unë të them nga di gjinëroj. Tani nuk e di se nga ka humbur. U rotullova unë andese më tanë shiko mos ka vajtur të ky mitingu pësës. Vajta tjetë është aman do të ma kërkonin qik babani tash atje rion braqës. Ja kam për bosh sa tjetjeta më vdek të plaka la me djali. Si që babaj më tha mua manxari thashun. Mbi emrin Kauri, kam manxar këtu tha i dhe pastaj pasi nuk u përgjigj njeri, më tha mua, më thua qa ngjyre panallona shka. Ka difet e zezi thashun, po pse panallon thash, më pjo për gjaketën. Po ku shikoj do ta lartë unë tha se futen mes njerëzve. Po më vdek të plaka po të them. Pastaj e pas që nuk e gjeta aty dhe shkova tek ai televizioni që u mbasin njerëz. Aty gjehen njerëzit, nuk u mbasin. Që u mbasin njerëz. Atje pravajta unë, i thash bëhet gjë për baban tim, më thanë ata. Para 3 ditësh e kanë parë në veri të Italis. Po shumë mirë, si quhet? Në një qytet atje. Qyteti quhet, unë do them vetëm emrin, se mbjemi sa them do se se jam digjinuar. Qyteti, s'ka në gjë. 5 me ashtu. Lere si e më vdek të plaka po të them. Po pra, imagjinoj tani më duhet që të pres baban, më vdek të plaka, që të bëj. Po mirë, tani ka ardhur në Tiranë pret baban, po duhet edhe të punoj se me që përishtë. Po futa në një punë 3-4 ditë, po më hoqi një digjiniruar më vdek të plaka. Futa në një lokal atje, më tha mua do jesh edhe kamaria dhe banakjer. Por në ma, po s'kishe shumë njërës. Në një moment dreke që s'para kishtë televizje, dola unë në lokalit të bleja një gazet që të shikoja sa kishtë dalë flamurtari. Ishte rau 1-0, na digjiniruan dhe ata. Kur u ktheva isha vetëm. Edhe thash, në një moment intimiteti me vetën time, më nda një nga shoqet. Bëri kaq zhurmë sa u trëmba dhe unë vetë, më vdek të plaka, thashe, po punë e madhë vetë jam, kur dëgjoj një zëndin a fundi ishte një qift.
Ta oj degeneruar, ta lëri pordët, ta na bëj dy macchiato. U bëra më vdek të plaka, po të them, a i tha pronari, tha, po ti tha ku ti shet pordë, më pushojnë nga puna fare, më degeneroj. Po tani më lejon ti që ti bëj një thirrje unë babajt. Po, patjetër. O baba, afroj që t'jemi të dy të shikoj dhe ty. O baba, o degeneruar, po këtheu në shtëpi të marrës pjesë edhe ti në gëzimin tonë. Jam me dashnorën ti me të re, amin. Qa bëmë? E thash babaj, ta kam zgjatur shumë, mund të pa hajde ikim tani. se me ke zgjatur, qa do? Aj sa zgjatur, qa do t'i bësh ti? Të hajde ikim se duhet bëhet gati dhe atmosfera këtu, sepse zbret tani në sken teatri Shakespearean, e ke parë ndonjëherë? E qa ka ky Shakespeare? Ky është ai që ka bërë atë teatrin e Molierit. Më vdek të plaka. Kanë zgjedhur një pjesë shumë të bukur sot, që quhet Zbutja e kryeneçes. A si do të zbuson ti me kryeneça ime? Hajde më vdek të plaka, hajde.